Mirë se erdhët, përshëndetje. Po, themi shërbimet e mia si fillim, pastaj do kalojmë mirë tek parashikimi javor. Unë bëj 2 lidhje të drejtë për drejtë çdo javë, të hënë dhe të premte. Të hënave janë në lidhje me ciklin e hënës dhe të premteve janë në lidhje me parashikimin javor. Këto video mund t'i gjeni të nesërmen te kanali im YouTube-it, në përgjithësi ndaj dhe në shenja. Të gjitha këto parashikime si fillim flas njëherë në lidhje me ndikimet e përgjithshme, pastaj i marr të gjitha shenjat me radhë. Për te këtyre kam edhe parashikjet e mia në televizione, duke filluar nga kjo javë, do t'i jenë 2 ditën e hënë, është tek Adysenini në orën 9, si gjithmonë, ndërkohë që menjëherë pas asaj do t'i jem edhe tek Report TV, do të bëjmë parashikimin javor me tek Top Channel çdo të premte. Për te i këtyre, të cilet janë shërbimet e mia për ju, pra janë për publikun dhe si redo janë pa pagesë, kam edhe shërbimet e mia të cilet janë me pagesë, pra janë konsulta personale, të cilat bëhen tek e tek për 1 me 1 dhe gjatë të cilave jap analizën e hartës, mund të gjejmë ascendentin tuaj ose orën e saktë të lindjes, në qoftë se nuk e dini, mund të bëjmë analizën e lidhjes. Kjo nuk bëhet fjalë thjesht për lidhje sentimentale, mund të bëjmë edhe në lidhje me marrëdhëniet e biznesit, pra profesionale, ndërkohë që mund të bëjmë edhe parashikimin për të ardhmen. Dhe tani po fillojmë mirë me parashikimin për javën në vazhdim. Është java nga 6 deri në 12 prill, është një javë shumë e lodhshme, më duhet ta them që në fillim. Kemi 2 ditë të cilat janë shumë të vështira, Mërkura dhe Intja, kemi disa kënda të vështira të cilat mund të na lodhin. Këndi më dominant që është gjatë kësaj jave është kënd bashkimi ose takimi i Marsit me Neptunin tek shenja e Dashit. Duke qenë se është bashkim në përgjithësi mund të perceptohet si diçka pozitive, por në të vërtetë kur Marsi bashkohet me Neptunin, kemi një problem vërtet shumë të madh sepse e gënjeve të tonë shumë thjesht dhe duam vërtet që t'jemi vazhdimisht në veprim, prandaj edhe mund të nxjerrim justifikime thjesht për të vepruar ose pak a shumë për të na dalë jona. Normal që shenja që do të preken më tepër nga kjo është shenja e Dashit, por jo vetëm shenja e Dashit, të gjithë do të ndikohemi sepse të gjithë kemi të vendosur këtë shenjë pranë në një vend të hartës tonë, prandaj si rrjedhoj të gjithë do të ndikohemi. Në përgjithësi, nga ky kënd dalin në skenë personat të cilët janë jo vetëm impulsiv, po edhe mund të veprojnë në mënyrë shumë agresive, prandaj edhe mund të vijë re një rritje të dhunës në ambient. Normal do thoni ju që në këto momente ka luftë në katër anët, është e vërtet. Problemi këtu është se mund të kemi edhe probleme shumë të rëndësishme me dhunën brenda ambienteve tona të vogla, si brenda familjes, po ashtu edhe në shoqërinë që na rrethon. Kjo është një nga javët më të vështira për këtë arsye, sepse na duhet që t'jemi vërtet shumë të përmbajtur. Siç e thash, shenja e Dashit ndoshta ndikohet pak më tepër, por të gjithë ne ndikohemi. Thjesht për përsërisë një të gjë. Duke filluar nga dita e hënë, kemi edhe një kënd tjetër i cili është vërtet shumë dominant, që është këndi pozitiv i të njëjtit Mars me Uranin. Kjo është një lajm pozitiv të jemi realist, duke qenë se mund të zbusi në mënyrë të dukshme edhe tashmë kalimi në Uranit te grada e fundit e shenjës së Demit, kur kemi një vendosje. Çfarë do lloj vendosje që të jetë kjo? Te grada e fundit e shenjës së Demit, kjo do të thotë që ne të gjithë mund të përballemi me vërtet shumë probleme me shëndetin, duke qenë se prek në mënyrë të dukshme pjesën e fytit, prandaj edhe në këtë periudhë mund të vëmë re që e kemi pak më të acaruar, mund të kemi pak më tepër përhapjen e sëmundjeve ngjitse, të cilat prekin këtë pjesë. Sidomos personat të cilët kanë probleme si me diabetin, po ashtu edhe me tiroidet, më tepër me tiroidet, gjatë kësaj periudhe mund ta ndiejnë edhe më tepër. Kemi një ndikim vërtet shumë të fuqishëm tek shenja e Demit për këtë arsye, por jo vetëm tek ata, të gjithë do ta ndjejnë, por përsëris, duke qenë se kemi një kënd pozitiv të Marsit me Uranin. Ky është një ndikim që mund të zbutet në qoftë se ne kujdesemi për ta mbajtur të lartë imunitetin ton. Kjo është vetëm zgjidhja që kemi. Atëherë, siç e thash, dita Mërkur dhe Inte janë 2 ditë të cilat do të jemi të gjithë të kujdesshëm, pak më tepër që edhe Marsi do të jetë i vendosur tek grada e fundit e shenjës së Peshqve. Kur kemi një vendosje tek grada e fundit e shenjës së Peshqve, e kam thënë shumë shpesh, por më duhet ta ripërsëris detyrimisht, kemi shumë probleme në natyrë,
Kjo do të thotë që mund të kemi edhe tërmete që i kam përmendur shumë shpesh gjithse periudhe, edhe pse të vogla do të ndihen, por problemet më të mëdha në të vërtetë janë tek ujërat, prandaj edhe mund të kemi përmbytje ose shira të shumtë gjatë javës në vazhdim. Që mund të thotë edhe probleme të dukshme në lidhje me rrëshqitjen e tokës që i kemi pasur edhe gjatë në fillim të muajit mars. Pra, siç e vini re, kjo javë është vërtet shumë e lodhshme. Normal që kemi mundësi që të anashkalojmë të gjitha këto probleme, mënyrën se si do ta bëjmë këtë, e thash që në fillim. Në lidhje me shëndetin, është një javë e lodhshme edhe këtu. Siç e thash, problemi më i rëndësishëm do të jetë pjesa e fytyt, por nuk është vetëm kjo, duhet të jemi të gjithë të kujdesshëm në lidhje me imunitetin tonë. Cila është ana pozitive dhe si mund ta përdorim këtë javë në avantazhin tonë, pavarësisht gjitha problemeve që mund të na dalin përpara. 1. Është një javë vërtet shumë pozitive për të perceptuar se cila është rutina që ne na intereson ose është e shëndetshme për ne. Këtu bëhet fjalë edhe në lidhje me aktivitetin fizik, duke qenë se do ta kuptojmë shumë mirë se çfarë na dobëson ose na bën që të ndihemi keq, dhe po nga ana tjetër do ta kuptojmë shumë më mirë se çfarë na bën të ndihemi më energjik. Prandaj dhe do t'ju këshilloj që të vini re shumë mirë trupin tuaj dhe të filloni që të provoni aktivitete fizike nëse nuk keni provuar më përpara. Detyrimisht të bëni diçka të lehtë nëse nuk keni bërë sport përpara, është e këshillueshme, por e rëndësishme është që të bëjmë diçka, që të jemi aktiv. Pra, kjo është shumë e rëndësishme gjatë kësaj jave. Ndërkohë që nga ana tjetër kemi ndryshime të shumta të balancave në lidhje me të ardhurat materiale. Kjo është e vlefshme për të gjitha shenjat, të gjithë mund të ndikojmë në mënyrë pozitive. Në qoftë se thjesht logjikojmë mirë gjën përpara se të veprojmë. Është diçka gjatë kësaj jave se investimet e duhura mund të na sillin të ardhur materiale vërtet shumë të mira. Më tepër se të harxhoni kohën me gjëra të cilat janë thjesht mundi kot ose mund të jenë thjesht zakone që i keni përsëritur që nga shkuar dhe nuk kanë se kanë dhënë një frut shumë të madh, do t'ju këshilloj që ta bashkoni edhe një situatën dhe të filloni që të bëni disa testime për gjërat të reja që mund të fusin jetën tuaj, të cilat mund të shtojnë të ardhurat materiale. Pra në vend të punës ose kohës së gjatë, do t'ju këshilloj që të punoni pak më tepër me program dhe me më tepër logjik, po e them në këtë mënyrë. Pra, më mirë të investoni tek të programuar të çfarë do të bëni, sesa të kaloni kohën duke përsëritur të njëjtat gjëra që nuk kanë funksionuar në të shkuar. Këndi i fundit, i cili është shumë i rëndësishëm dhe po e them edhe këtë, vazhdojmë që të jemi në një kënd negativ të diellit me Jupiterin. Për këtë arsye, identiteti jon ose ne vetë mund të ndihemi të sfiduar nga të gjithë personat që kemi brenda familjen ose me figurat e autoritetit. Prandaj dhe mund të kemi reagime vërtet shumë impulsive, të cilat dëmtojnë në mënyrë të dukshme si ne, po ashtu edhe personat përsëris brenda familjes. Detyrimisht mund të ngelemi pak, edhe kjo është e vlefshme për të gjitha shenjat, mund të ngelemi pak midis partnerit ton dhe familjes ton, në qoftë se është një lloj dinamike e cila ende nuk është stabilizuar. Prandaj dhe, edhe pse mund të duket si diçka e vështirë dhe e lodhshme, nëse e përdorim ashtu siç duhet, detyrimisht mund të zgjidhim edhe këto probleme, të krijojmë disa balanca të reja shumë të shëndetshme. E rëndësishme është këtu që të perceptojmë se cila është në të mirën e të gjithëve dhe jo të veprojmë me egoizëm, sepse kemi shumë vendosur tek shenja e dashit gjatë gjithë kësaj jave, prandaj dhe detyrimisht mund të jemi pak më tepër egoist ose më themi impulsiv për të na dalë e jona. Dhe detyrimisht mund të shkaktojmë dëm si vetes tonë, po ashtu edhe të tjerëve. Thjesht thash 2 ditët që janë më të vështira, dua të them dhe ditën që është më pozitive, që paktën të bëhet një farë morale. Dita e cila është më pozitive dhe ka një farë një farë ndihmë, më të them, për të rregulluar si marrëdhëniet që mund të kemi bërë gjatë javës, po ashtu edhe që të bëhet një burim morali për javën e vazhdim, është dita e shtunë. Ka ndikime relativisht pozitive, jemi shumë më tepër entuziast edhe karshi jetës, por edhe i ndjejmë gjithçka edhe me më tepër intensitet shumë të madh. Pak më tepër që të gjitha ato pikat ku ndoshta jemi shmangur përgjegjësisht kundrejt personave që kemi rreth rrotull, personave tonë të zemrës apo dhe familjarëve tanë, gjatë ditës së shtunë kemi mundësi që të rikuperojmë, prandaj të këshilloj që ta përdorni, se të planifikoni më të themi, lidhje me atë ditë, sepse është një ditë vërtet shumë pozitive edhe për të udhëtuar, edhe për të organizuar diçka e cila për përsëris mund të bëhet një moral vërtet shumë i madh pas një jave vërtet shumë të lodhshme. Shenja e dashit. Shenja e dashit gjatë kësaj jave, siç e vutre edhe ju, duke qenë se ka shumë vendosje te ky shenjë, detyrimisht e ndjejmë të gjithë
atë presionin, por shenja e dashur, pra ju e ndini shumë më tepër. Duke qenë se kemi Marsin të vendosur deri ditën e njëjtë, do ta kemi të vendosur tek shenja e peshqive. Kjo do të thënë që energjia juaj është vërtet me ulje ngritje të shumta. Kemi disa vendosje të cilat ju shtyn që të jeni shumë të përgjegjshëm, të fokusoni shumë tek puna, të mbani shumë peshë mbi kurrizmin, më të themi, por energjia mund të mos ju mjaftojë gjithsej javë. Pak më tepër, në qoftë se nuk jeni të vëmendshëm se si e përdoroni ose është përdoroni atë, detyrimisht mund të keni probleme të rëndësishme edhe tek shëndeti, duke qenë se gjatë gjithë kësaj jave do të testojnë në lidhje me këto tema. Detyrimisht edhe çfarë thash më përpara që të jemi aktiv, që të bëjmë një farë sporti, pra është e këshillueshme, por në këto momente më tepër se sa ajo, për ju është e rëndësishme që të ushqeheni ashtu siç duhet, pra të kontrolloni atë çfarë konsumoni. Gjatë gjithë javës në vazhdim kjo do të jetë primare, pra ndërkohë që gjithë ato gjërat e tjera mund të shkaktojnë dëme, kjo është shumë problematike nëse nuk merret parasysh. Prandaj edhe mënyra se si ushqeni, pra ajo çfarë konsumon do të këshilloj që të jetë vërtet shumë e shëndetshme. Për sa i përket marrëdhënieve familjare, gjatë javës në vazhdim është problematike, sepse do të po krijon disa balanca të reja, sidomos në qoftë se familja juaj deri në këtë moment ka shkaktuar dëme ose keni pasur mosmarrëveshje si rrjedhë e fjalëve që mund të keni dëgjuar nga familja me partnerin ose partneren tuaj. Gjatë gjithë kësaj jave e gjitha kjo tematik do të jetë shumë e zjarrt. Prandaj dhe në qoftë se nuk jemi të kujdesshëm, mund të shkaktojmë dëme të rëndësishme vetes tonë, sepse do të na duhet një punë vërtet shumë e madhe për të rregulluar këto marrëdhënie. Në qoftë se ne jemi të vëmendshëm, të vetëdijshëm dhe mbajmë balanca të shëndetshme, e kemi shumë të thjeshtë të gjitha problemet që mund të dalin ti anashkalojmë. Por në qoftë se ne bjem pre e thashë themeve ose mbajmë hatrin e njërit apo të tjetrit dhe nuk jemi të shëndetshëm pra në qëndrimin tonë, vërtet që mund të shkaktojmë dëme. Pika ku ka një rritje vërtet shumë të madhe shenja e dashit gjatë gjithë kësaj jave është në lidhje me trajnimin ose në lidhje me zgjerimin e botë kuptimit të tij. Gjatë gjithë kësaj jave kemi një aftësi vërtet shumë të madhe që ta bëjmë këtë, duke filluar që nga dita e hënë madje, edhe pse dita e hënë është një ditë e vështirë për ju, nëse përdorni ashtu siç duhet, pra në vend që të fokusoheni tek dramat që po ekzistojnë në këtë moment brenda familjes, të fokusoheni se si mund të zgjeroheni, qoftë për punën, qoftë edhe ju vetë individualisht, është një nga javat më pozitive në këto aspekte. Pra balanca në shtëpi, dinamika të shëndetshme në shtëpi, aty ku duhet që të krijoni atë balancën ju merrni vetë në dorë, ndërkohë që për veten tuaj do t'ju këshilloj vërtet që të fokusoheni për të zgjeruar veten tuaj dhe për të shëruar anën tuaj shpirtërore, sepse kjo është një nga javat më pozitive në këtë aspekt. Okej, shenja e demit. Për shenjën e demit, java në vazhdim më duhet të them që i duhet pak a shumë të bëj akrobatin, por në qoftë se arrini që ta mbani të balancën, pra është javë shumë e dobishme për ju, një javë në të cilën mund të keni një zhvillim vërtet shumë të madh. Zhvillimi në përgjithësi vjen drejt fundjavës, duke qenë se drejt fundjavës do të kemi një kënd pozitiv të Venusit që është i vendosur aktualisht tek ju me Jupiterin, i cili është planeti i fatit. Madje Jupiteri gjatë gjithë javës në vazhdim i vetmi planet i cili ka këndë pozitive do të jetë Venusi. Prandaj dhe kjo ju shton juve fatin në mënyrë të dukshme. Pak më tepër çdo dy planete janë planete benefike, pra sjellin të mira në jetën tonë. Në përgjithësi këto të mira i vëmë re në të ardhurat materiale, i vëmë re sepse vlerësohemi ashtu siç duhet, edhe ne vlerësojmë veten ashtu siç duhet, edhe të tjerë na vlerësojnë po ashtu, dhe kemi një rritje për këtë arsye në efikasitetin tonë dhe mënyrën se si na perceptojnë të tjerë, duke qenë se është në një nivel shumë të lartë, pra na vlerësojnë shumë. Detyrimisht mund të kemi edhe një rritje në lidhje me karrierën, sepse tashmë e dim se cilat janë hapat që duhet të hedhim. Por siç e thash, duke qenë se mund të kemi vazhdimisht ndërhyrje nga jashtë, këto ndërhyrje në përgjithësi mund të jenë nga familjarët tanë, mund të jenë nga persona të cilat janë në rrethin tonë shoqëror, jo drejt për së drejti nga shoqëria jonë, mund të jenë edhe persona me të cilat ne kemi një farë partneriteti. Në qoftë se ne vetë jemi të kujdesshëm, detyrimisht të gjitha këto manipulime që po ndodhin rreth rrotullnesh e kemi të thjeshtë që t'i anashkalojmë. Por në qoftë se
bjen prej tyre, detyrimisht do të humbasim kohë. Në lidhje me shëndetin, shenja e dimit është e prekur në mënyrë të dukshme, duke qenë se Urani është e vendosur në këto momente tek ju dhe prek vërtet shumë pjesën e fytit dhe tiroidet. Prandaj të gjithë ata që kanë probleme me këtë pjesë duhet të jenë edhe më të kujdesshëm, por jo vetëm ata, të gjithë duhet të jemi të kujdesshëm me përsëris disa herë, sepse sistemi imunitar gjatë gjithë javë lodhet në mënyrë të dukshme. Përsa i përket çështjeve sentimentale, për shenjën e demit kjo javë është shumë pozitive, keni një mënyrë komunikimi vërtet shumë efikas. Prandaj, në qoftë se lidhjet tuaja deri në këtë moment kanë qenë të lodhura për një arsye ose për një tjetër, ose nuk jeni në një lidhje, por dëshironi që të shprehni ndjenjat dikujt, ose ju ka shprehur ndjenjat dikush që ju nuk ishit shumë të sigurt, por tashmë keni marrë një farë vendimi pozitiv, është një javë shumë pozitive për të ndërtuar diçka. Por përsëris Jupiteri gjatë gjithë kësaj jave ju mbështet dhe Jupiteri kur vjen puna për çështje sentimentale ka një ndikim vërtet shumë pozitiv, ndërkohë që është në kënd pozitiv me Venusin. Prandaj do t'i këshilloj vërtet që të shprehni atë çfarë ndjeni dhe mendoni. Është një nga javët më pozitive në këtë aspekt. Por përsëris disa herë sepse kështu është. Okej, ndërkohë që ditën e Mërkur dhe të Inte, juve do t'i këshilloj që t'jeni disi më të kujdesshëm se gjithë njerëzit e tjerë. Kjo është më tepër në lidhje me shëndetin dhe po ashtu në qoftë se përballen me shkënjime nga ambienti që ju rrethon. Jo drejt për së drejti nga shoqëria, këtë për përsëris, po nga personat të cilët deri në këtë farë keni patur një farë investimi, pra, qoftë kjo material, qoftë edhe të kohës, mund të keni një farë shkënjime, prandaj në qoftë të se ju vetë përgatiteni pak a shumë shpirtërisht në lidhje me këto tema, do ta keni më të thjeshtë në momentet që ndodhen t'ia anashkaloni. Shenja e binjakëve. Për shenjën e binjakëve kjo javë është relativisht pozitive. Kemi ndikime pozitive të Mërkurit, është përshpejtuar në mënyrë të dukshme tashmë dhe për ju kjo do të thënë një karrierë ose figurë, ju vetë krijoni një farë figurë autoriteti e cila respektohet në mënyrë të dukshme. Pak më tepër që jeni shumë më tepër efikas që të perceptoni zgjidhjet e çdo problemi, pavarësisht gjitha problemeve që mund të ndodhin në këto momente, ju e dini shumë mirë se cilat janë hapet që duhet dini. Kjo është diçka të cilën ja u ka mësuar këto 3 muaj që kaluan, sepse për shenjën e binjakëve kanë qenë një 3 muaj vërtet i vështirë. Gjithsesi, vazhdojmë që të jemi në një kënd pozitiv edhe pse të largët të Mërkurit me Jupiterin dhe kjo domosdoshmërisht fillon që të shtojnë jetën tonë anët pozitive. Në qoftë se ne nuk jemi të shpërndarë, veç ky është kushti. Duhet të jemi shumë të fokusuar tek ajo çfarë duhet të bëjmë, të vëmë disa qëllime vetes tonë dhe të organizojmë ose të programojmë në bazë të tyre në mënyrë që të mos të humbasim kohë me gjërat të cilat në të vërtetë nuk janë shumë të rëndësishme. Këtë po e them sepse gjatë gjithë javës në vazhdim kemi një impulsivitet shumë të lartë dhe domosdoshmërisht edhe ju ndikoheni nga kjo gjë, sidomos në qoftë se merrni propozime nga shoqëria juaj, do t'i këshilloj që t'i mendoni disa herë përpara se të veproni në bazë të tyre. Këtu nuk bëhet fjalë thjesht për të investuar diku ose në lidhje me punën, bëhet fjalë edhe për të kaluar kohën, ndërkohë që për shembull nuk jeni të sigurt nëse keni kohë mjaftueshëm apo jo për të mbaruar një projekt që keni në dorë. Kjo është një nga javët që mund të bëhet shumë efikase, mjafton që përsëris jeni të planifikuar. Përsa i përket shëndetit, shenja e binjakëve në këtë moment është ndikuar. Këtë fundjavë kemi disi më problematike, ndërkohë që gjatë javës në vazhdim, pra këtë fundjavë ku bëhet fjalë për datën 4 dhe 5 prill, ndërkohë që duke filluar nga java tjetër është relativisht më thjeshtë. Edhe për ju do t'i këshilloj që të fillon të vini disa rutina të shëndetshme, ose më mirë të themi që të jeni më aktiv, por nuk do t'i këshilloj që ta sforconi veten tuaj, sepse sa më tepër ta sforconi, aq më negativisht do ndikoheni në imunitetin tuaj, duke qenë se në këtë moment drejtuesi juaj është vendosur tek shenja e peshqve dhe gjithsesi energjia është e shpërndar, prandaj edhe çdo gjë me moderitet. Pra të jemi aktiv, po mos e teprojmë. Okej. Në lidhje me çështje sentimentale, kishte një ndikim shumë të fuqishëm nga Kyuhan e plot, që ishte në datën 2 prill, do t'i këshilloja që të dëgjonit videon që kam përgatitur në lidhje me të, e keni te kanali im YouTube-it. Shenja e gaforës. Shenja e gaforës gjatë gjithë kësaj jave ka ndikime shumë të fuqishme. Gjatë gjithë muajit prill në të vërtetë shenja e gaforës ka ndikime shumë të fuqishme, por kjo javë sidomos është shumë e rëndësishme.
Duke qenë se kemi një kënd pozitiv të Marsit të vendosur tek shenja e Peshqve me Uranin të vendosur tek shenja e Demit, të cilat të dyja këto kanë kënde pozitive me shenjën e Gaforës. Pak më tepër që kemi edhe mbështetjen tashmë, edhe pse nga fundi i javës, të Venusit, i cili do të jetë në kënd pozitiv me Jupiterin. Kjo do të thonë që pothuajse të gjithë gurët janë vendosur në vendet e duhura në mënyrë që shenja e Gaforës të fitojë. Puna është këtu se i duhet që të bëj atë sforcun e fundit dhe të jemi realist, mund të jemi pak të lodhur në këto momente dhe nuk mund të mos kemi atë energjinë që na nevojitet për ta bërë këtë si gjë, ose mund na duket shumë e madhe si punë. Prandaj dhe këshilla ime do të ishte që thjesht ta ndajmë në pjesë. Të hedhim një hap, pastaj tjetrin, pra kjo është mënyra më e thjeshtë që unë të paktën di për ta zgjidhur këtë si problem. Ndërkohë që përsa e përket shëndetit, është e njëjta gjë që kam shprehur si të gjitha shenjat e tjera për pjesat e fytit apo pra laringu, komplet rrugët e frymarrës mund të jenë problematike, por për shenjën e Gaforës kemi edhe një problem tjetër i cili është sistemi i tretës dhe mos stomaku, që javës në vazhdim mund të jetë vërtet problematik. Duke qenë se kemi disa kënde të vështira gjatë gjithë javës të hënës, që është drejtuesi i shenjës së Gaforës, prandaj dhe në lidhje me shëndetin fizik, sidomos me atë çfarë konsumojmë, duhet jemi shumë të kujdesshëm. Për sa i përket çështjeve sentimentale, është një javë në të cilën mund të fillojmë që të vëmë ndryshime ose përpëlitje të reja, duke filluar nga dita e martë e tutje. Kjo do të ndjehet më tepër gjatë orëve të vona ose më thënë gjatë mbasdites e tutje, dhe do të vazhdojmë që ta ndjejmë këtë si lloj ndikimi ose ndryshimi gjatë gjithë javës në vazhdim. Duke qenë se Venusi do të fillojë që të ketë këndë pozitive edhe me Jupiterin për përsërisje edhe një herë, kjo mund të thotë edhe shpërthime të situatave ku mund të lindi dashuri ose situata në të cilat mund të shpërthejë dashuria. Këto në përgjithësi do të vinë nëpërmjet shoqërisë ose në rrethin tonë shoqëror, mund të kemi prezantime të tilla. Gjithsesi në përgjithësi, në lidhje me çështjet sentimentale, është në një periudhë shumë të favorizuar në këtë moment të shenjës së Gaforës, prandaj do t'i këshilloj që t'i vëzhgonit edhe një herë të gjithë personat që keni rreth rrotull me syrin kritik për ato që janë prezantuar në këtë pikpamje. Për sa i përket lidhjeve aktuale, jemi më realist dhe nuk është se japim më shumë sa të teprojmë, më të themi, jemi shumë të balancuar në këtë pikë. Pjesa që duhet jemi vërtet shumë të kujdesshëm është në marrëdhëniet që kemi me familjarët tanë dhe në marrëdhëniet që kemi me punën, sepse me punën gjatë kësaj jave mund të teprojmë vërtet shumë dhe të lëmë pas dore familjarët tanë dhe partnerët tanë, për gjithë ata që janë në një lidhje. Ndërkohë që në qoftë se çdo gjë e bëjmë të balancuar, e kemi shumë më të thjeshtë edhe të avancojmë në karrierë, po ashtu edhe të mirëmbajmë dhe të jemi madje të shumë të lumtur me brenda lidhjeve tona. Shenja e Luanit, vazhdojmë që t'jemi me diellin të vendosur tek shenja e Dashit, por në këto momente ka një kënd negativ me Jupiterin që është vendosur tek subkonscienca jonë. Prandaj dhe energjia jonë gjithmonë sfidohet nga realiteti. Kjo është edhe arsye që mund të kemi një tension vërtet shumë të madh në këto momente. Kjo mund të prek në mënyrë të dukshme si sistemin tonë nervor, në mënyrë figurative dhe literale, pra mund të kemi probleme të rëndësishme sepse mund të ndijmë dhimbje komplet në trupin tonë, sidomos te pjesë e kokës, dhe nga ana tjetër mund të ndijmë një ngarkesë vërtet shumë të madhe. Kjo normalisht e kemi të thjesht ta tejkalojmë në qoftë se qëndrojmë pak të qetë dhe shikojmë realitetin ashtu siç është, pra atëherë kuptojmë që gjithë ai tensioni që mund të ndijmë mund të jenë disi artificial, sepse mund të kemi parë armiqësi aty ku nuk duhet të ishim. Por nga ana tjetër, në qoftë se përballemi me armiqësi të vërteta me persona të cilët ku mundojnë vërtet që na bëjnë keq, këshilla ime do të ishte që të jemi vërtet të qetë dhe të fillojmë dhe të ndërtojmë një rrugë e cila është larg në situatave dhe personave të tillë. Pse e them këtë? Sepse në këto momente kemi një aftësi vërtet shumë të madhe për të bërë këtë. Duke filluar që nga dita e hënë, do të na dalin përpara mundësi për të shtruar një rrugë të re, sepse jemi shumë më tepër kreativ në këto momente. Kemi një trekëndër zjarri për ju ditën e hënë, e cili mund të bëhet vërtet shumë pozitiv ose mund ta përdorni në mënyrë shumë efikase për të filluar diçka të re ose për të djegur pak a shumë gjitha pengesat që ju kanë dalë përpara deri në këto momente. Por e përsëris mjafton që t'jeni pak më të qetë dhe të merrni
masa në bazë të situatave që po ju ndodhin në këto momente. Përsa përket çështjeve sentimentale, sidomos në lidhjet afatgjata, gjatë kësaj jave mund të vëmë re ndryshime pozitive. Duhet jemi më gjak ftohtë, sepse kemi tension të lartë siç e përmenda, por në të vërtetë thjesht në qoftë se i lejojmë, këto janë marrëdhënie të cilat ne mund të na mbështesin më shumë dhe marrëdhënie tek të cilat ne mund të shplodhemi. Ndërkohë që përsa përket fillimeve të reja, është një javë pozitive, më tepër se për çështje sentimentale, veç edhe nuk po them që se kemi këtë mundësi, do t'ju këshilloj që të ta përdorni për të kryer burime për të ardhurat materiale, pra për të kryer projekte të reja, sepse kjo është një nga javët më pozitive ose më efikase në lidhje me këtë temë. Karriera vjen pak çuditshëm gjatë kësaj jave, nuk mund të them që s'keni fat, është thjesht se duhet jeni shumë të përmbajtur dhe të mos reagoni në mënyrë impulsive në qoftë se del një problem. Shenja e Virgjëreshës gjatë gjithë javës në vazhdim ka ndryshime të shumta. Pothuajse çdo ditë do të jetë pak a shumë si një muaj. Prandaj dhe mund të bëhet pak e lodhshme. Në këtë moment për shenjën e Virgjëreshës, kushti më i rëndësishëm është që të jemi shumë të vëmendshëm për atë çfarë ndodh në trupin tonë. Sidomos në qoftë se kemi probleme të cilat i kemi të vazhdueshme, do t'ju këshilloj që t'i merrni parasysh dhe në qoftë se është e nevojshme të shkoni edhe një herë të bëni vizita te doktori. Java në vazhdim mund të jetë një javë në të cilën mund të gjen edhe zgjidhje, por nga ana tjetër, në qoftë se nuk jeni të vëmendshëm, mund të shkaktojë edhe dëme të rëndësishme në lidhje me shëndetin fizik. Prandaj dhe detyrimisht këshillohet të jemi të kujdesshëm. Përsa i përket zhvillimeve në karrierë, janë me kusht nga marrëdhëniet që keni me familjen tuaj, duke qenë se në qoftë se marrëdhëniet familjare janë të shëndetshme, duke filluar që nga dita e hënë tutje mund të vini një re që keni një avancim vërtet shumë të madh. Ndërkohë që në qoftë se lidhjet familjare janë problematike, duke qenë se do t'ju duhet që të harxhoni një kohë vërtet shumë të madhe këtu dhe do të kërkoni një farë pasigurie, e keni të vështirë që të avanconi në karrierë ose të hidhni hapa të cilat mund t'ju çojnë përpara. Si redoj, është vërtet në vartësi të marrëdhënieve tuaja së mënyrës se si trajtoni këtë çështje, nëse do të keni avancim në lidhje me të ardhurat materiale ose jo. Gjithsesi, dita e mërkurë dhe e njëjtë mund të thotë edhe përgjigje përsa përket temave që janë në çështje gjyqësore apo në lidhje me ndarjen e pronave, e njëjta është e vlefshme edhe në lidhje me kredit. Për të gjithë personat që në këto momente dëshirojnë që të bëjnë një investim, sidomos jashtë shtetit, ose udhëtim apo trajnim i cili ka të bëjë me jashtë shtetit, java në vazhdim mund të jetë një javë pozitive, por do t'i këshilloja që të prisnit të paktën ditën e njëjtë për të vepruar. Deri në atë datë do t'i këshilloja që të përshkonit mirë situatën dhe të hiqni nga rruga juaj të gjitha pengesat që mund të jenë, ose ta rishikoni edhe një herë sepse vërtet që mund të keni ngjyra të cilat nuk mund t'i kenë shkarë nga syt. Por përsëris duke qenë se është diçka që është jashtë shtetit, detyrimisht do të jemi edhe më të vëmendshëm. Përsa përket çështjeve sentimentale, lidhjeve të reja, në këto momente shenja e Virgjëreshës, duke qenë se ka një vetëvlerësim të ri, por i percepton edhe një vlerën e saj, nuk mund të them që është negative, më duhet të them që duhet jeni të vëmendshëm dhe të merrni gjërat me moderitet. Pra gjithçka mund të bëhet, mjafton që ne të jemi pak më të qetë dhe të mundojmë ta shikojmë realitetin ashtu siç është, pra, dhe pritshmëritë t'i rregullojmë në bazë të kësaj. Por për lidhjet afatgjata është një javë pozitive, këtë më duhet ta analizoj. Okej, shenja e peshorës. Për shenja e peshorës java në vazhdim, më duhet të them është e lodhshme vetëm sepse është vazhdimi i javës që po kalon tani. Pra, kjo është arsye vetme sepse kishim një hënë të plotë tek shenja juaj, prandaj dhe detyrimisht ndiheni shumë të lodhur, por keni një riperceptim komplet të marrëdhënieve tuaja, jo thjesht marrëdhënieve sentimentale, por duke qenë se nga kjo anë plot u prekët ju si individ, mënyrë si trajtoni të gjitha marrëdhëniet, mënyrë se si lejoni person të tjerë të trajtojnë juve, kemi krijuar një identitet të ri, pra, pavarësisht se më sa duket, po. Prandaj dhe ndjeni të lodhur dhe nuk dini se ku qëndroni. Hapat që po hidhni në këto momente janë disi të panjohur për ju. Për këtë arsye do t'ju këshilloja që derisa të mësoni këtë frymë të re, të fokusohen tek gjërat që në këto momente funksionojnë. Gjërat që në këto momente funksionojnë janë
Bashkëpunimet. Kjo do të thotë që keni dhe të ardhur materiale shumë të mira në qoftë se e bëni këtë. Ndërkohë që nga ana tjetër, ajo çfarë është vërtet shumë funksionale në këto momente, është edhe lidhjet afatgjata. Këtu mund të mbështeten, sidomos në pikat që jeni të sigurt, që e dini edhe ju, që personi përballë ka provuar veten e tij, po ashtu edhe ju. Dhe tek karriera. Duke qenë se në këto momente vazhdojmë të jemi në fazën që në qoftë se përdoret ashtu siç duhet, ju mund të bëheni vërtet figura autoriteti, pra mund të bini vërtet në sy, dhe kjo mund të thotë edhe të ardhur materiale vërtet shumë të mira. Detyrimisht të gjitha këto janë në vartësinë tuaj. Në qoftë se ju thjesht fokusohen tek drama që mund të ndodhë në këto momente në jetën tuaj, ose bini pre, pas sigurisë mund të ndjeni sepse gjithçka është duke ndryshuar përsëris, detyrimisht do ta keni shumë më të vështirë që të përqafoni pra gjitha këto të reja që po vinë në jetën tuaj dhe mundësi. Por në qoftë se jeni pakës më realist, atëherë keni dhe aftësinë që këto pika që përmenda përpara të mund t'i përdorni. Në lidhje me shëndetin, detyrimisht duhet jeni të kujdesshëm. Kemi një kënd negativ të Marsit, i cili është i vendosur aktualisht tek shenja juaj dhe do të jetë në takime më të themi me Neptunin, prandaj edhe të gjitha problemet që deri në këtë moment i keni bërë bishpe që nuk keni qenë përgjegjës, mund të dalin më tepër në skem, prandaj edhe mund të preket shumë më tepër shëndeti juaj fizik. Shenja e Akrepit. Shenja e Akrepit javën në vazhdim e fillon me vlera të reja. Ka një fokusim shumë më të madh tek materia në këto momente, tek ajo çfarë është reale, ajo që është e prekshme, dhe në të vërtetë kjo i bën vërtet shumë mirë. Duke qenë se kjo fundjavë mund të jetë disi e lodhshme për të perceptuar se cilat janë vlerat e vërteta ku duhet të filloj që të investoj kohën më tepër, pra që duhet punën më tepër, java në vazhdim tashmë do të jetë në aktivizim, do të jetë aktiv pra në lidhje me këto tematika. Pika më e rëndësishme që kemi në këto moment është se kemi një fat vërtet shumë të madh i cili na ndihmon që ne çdo gjë që imagjinojmë ta përkthejmë në realitet, madje është një nga shenjat që mund të themi që manifeston pothuajse në momentin që mendon diçka. Kjo është edhe arsye që në të vërtet shenja e Akrepit ka aftësi vërtet shumë të mëdha për të krijuar jetën që dëshiron. Por, nga ana tjetër, është një javë vërtet shumë e vështirë për sa i përket shëndetit fizik, sidomos për personat që nuk janë të kujdesshëm për trupin e tyre, pra nuk kanë rutina të shëndetshme, nuk kontrollojnë fare se atë çfarë konsumojnë, dhe mbi të gjitha ata të cilët deri në këto momente kanë shpërdoruar shumë trupin e tyre, pra mund të kenë pasur ata që kanë një farë bartësie. Gjatë kësaj jave mund të fillojmë që të vëmë re rënje të dukshme të imunitetit, mund të kemi probleme të rëndësishme në shëndetin ton fizik, por përsëris për ata të cilët kanë vartësi, një lloj vartësie pra çfarë do lloj gjë që të jetë kjo. Ndërkohë që për të gjithë personat të cilët janë të shëndetshëm, që kujdesen për trupin e tyre, do të vëmë re komplet të kundërtën, sepse kemi një rritje vërtet shumë të madhe në efikasitet. Gjithkohën që mund të harxhonim me gjërat me lidhje me shëndetin. Pra tashmë do të fillojmë që të fokusohemi për të ndërtuar jetën tonë. Mund të kemi prezantime të shumta me persona të cilët janë ekspert në fushat e tyre, detyrimisht të cilët na ndihmojnë vërtet që të ecim, të përparojmë në karrierën tonë. Dhe mbi të gjitha kemi një dalje në sipërfaqe të një identiteti të ri i cili na ndihmon vërtet shumë për të bërë ballë çdo lloj vështirësie që na del përpara. Shenja e Akrepit është një nga shenjat e cila është shumë më e fortë, është më durueshme, që mund të përballojë vërtet shumë vështirësi sepse është detyruar që të ndryshojë vazhdimisht, dhe gjatë kësaj jave kjo karakteristikë do të hyjë vërtet shumë në punë. Kemi edhe fat shumë të madh për sa i përket çështjeve sentimentale, madje mund të them që është një nga shenjat që në këto momente ka fati më të madh. Vazhdojmë që ta kemi më të themi, dhe mund të thotë i njëjti fat që mund të kemi edhe fillimin e lidhjeve shumë të rëndësishme, madje edhe fillimin e martesave. Për të gjithë personat që kanë një farë periudhe që janë në këto ujëra, pra që po presin që të bëhen me fëmijë ose detyrimisht të ngjash të xham, është një javë vërtet shumë pozitive, mund të marrim dhe lejme të shumta në lidhje me këto tematika. Shenja e Shëgjetarit. Dita e hënë, java fillon me hënën të vendosur tek shenja juaj, pak më tepër, që do të ketë edhe kënde pozitive me Saturnin dhe me Neptunin. Pikërisht ditën e hënë, kjo ju bën shumë tepër optimist, si në përqasjen karshi jetës,
po ashtu edhe ju bën shumë më tepër efikas. E shikoni botën në perceptim shumë më të gjerë. Prandaj edhe keni dhe aftësi vërtet shumë të mëdha që të përdorni këtë. Por në këto momente tek shenja juaj është një vendosje e cila ju detyron që të përballeni edhe me anën tuaj të errët. Pra, ndërkohë që deri në këto momente mund ta keni pasur shumë të thjeshtë të fshihni dobësit tuaja, në këto duke filluar nga ky moment të tutje, jeni të detyruar që edhe këto dobësi ti pranoni dhe ti përdorni së bashku me anët tuaj të forta në mënyrë që të krijoni një jetë më të plotë. Në të vërtetë është një ndikim shumë më pozitiv, por në qoftë se nuk përdoret, ose më të themi, në qoftë se bini pre e komplekseve të inferioritetit, po e them në këtë mënyrë sepse nuk po di fjalë tjetër për të përdorur, atëherë vërtet që mund të hapni probleme vetes tuaja, mund të bini pre e xhelozisë, mund të bini pre e intrigave të cilat mund të ndodhin në këto momente në ambientin tuaj dhe si filloj edhe ju të mos mund të arrini potencialin tuaj, i cili gjatë kësaj jave është vërtet shumë i lartë. Pika ku keni më tepër zhvillim është vërtet karriera, duke filluar që nga dita e hënë tutje ta ndjeni vërtet shumë mirë këtë. Edhe pse kemi kënde të vështira gjatë gjithë javës, për ju e keni disi më të thjeshtë që ti menaxhoni. Pavarësisht se Jupiteri, që është drejtuesi juaj, ka një kënd negativ me diellin, duke qenë se dielli në këto momente është i vendosur tek shenja e dashit, mjafton që të mos jeni impulsiv dhe të veproni pastaj të mendoni, e keni shumë të thjeshtë që të përdorni këtë në avantazhin tuaj, madje të keni fat vërtet shumë të madh. Dita e cila për ju është vërtet një ditë ku mund të shkëlqeni, është dita e hënë dhe e martë. Edhe pse përshëndet e tjera mund të jenë 2 ditë të lodhshme, por janë 2 ditë shumë pozitive, prandaj do të këshilloj që ti përdorni. Duke filluar që nga dita e nesërme, pra që është data 4 prill, në qoftë se filloni dhe bëni një farë programimi për gjëra që ju keni të domosdoshme për t'i bërë, dhe pastaj të shtoni mbi to, e keni shumë të thjeshtë javën në vazhdim ta përdorni me efikasitet të plotë. Në lidhje me shëndetin, jemi të prekur të gjithë dhe ju jeni të prekur, prandaj dhe detyrimisht duhet jeni të kujdesshëm. Pikat që jeni më të prekur në këto momente, përtej atyre që kam thënë në fillim, tek ju jemi edhe tek pjesa e këmbëve, ose më them që të legeni e poshtë, pra, e keni të ndjeshme gjatë javës në vazhdim, prandaj që të teproni, qoftë me ecje, qoftë me lëvizje të sforcuara, do të jetë e pakëshillueshme. Shenja e bricjapit. Shenja e bricjapit në këto momente nuk mund të them që s'ka fat, sepse është një nga shenjat e cila detyrimisht në lidhje me çështje sentimentale, për shembull, ka fat vërtet shumë të madh. Në lidhje me të ardhurën materiale ka fat shumë të madh. Problemi tek ju qëndron vetëm sepse mund të shpërdoani energjinë tuaj. Në këtë moment jeni shumë entuziast, keni një energji super të lartë, të cilën në të vërtetë mund të mos e përdorni në vendet që ju nevojiten. Dhe kjo është krijimi i diçka të re. Nxjerrja nga jeta juaj gjërat të cilat ju pengojnë. Dhe nga ana tjetër, që të perceptoni mirë se cili është prioriteti juaj në jetë. Në qoftë se këto i bëni veç, është një nga javët që mund të përdoret vërtet shumë mirë. Dita e hënë dhe e martë, mund të them që janë 2 ditë të cilat duhet të vëzhgoni mirë situatat. Pra, gjatë këtyre 2 ditëve, mund t'i përdorni për të vëzhguar se ku funksionon jeta juaj, ku nuk funksionon, cilat gjëra që duhet rregulluar, por cilat gjëra që duhet mbajtur. Ndërkohë që duke filluar nga dita e mërkurë tutje, duke qenë se do të kemi kalimin e hënës tek shenja juaj, domosdoshmërisht tashmë gjithçka do të jetë më në sipërfaqe, keni më të thjeshtë edhe ta bëni diçka dhe në qoftë se është problematike, dini se si ta hiqni nga jeta juaj. Përsa i përket marrëdhënieve sentimentale, në këto momente, siç e thash, keni një fat vërtet shumë të madh për të krijuar një lidhje të re, sidomos kjo është e vlefshme, ose lidhjet tuaja afatgjata ti shndronin në diçka shumë më tepër romantike. Në qoftë se thjesht investoni pak më tepër kohë këtu. Lidhjet familjare gjatë gjithë javës në vazhdim duken pak të sfiduara, duhet kontrolloni që mos thoni fjalë të cilat janë shumë të rënda, të cilat mund të shkaktojnë edhe dhimbje tek personat tuaj familjar. Ndërkohë që në qoftë se komunikimi përdoret ashtu siç duhet, në të vërtetë mund të zgjidhni punë. Kemi një krijimtari vërtet shumë të lartë, ose më themi kemi një imagjinat shumë të lartë, por kjo nuk duhet të na bëjë ne që të veprojmë pa u menduar mirë dhe të heqim dorë nga përgjegjësitë tona. Përgjegjësitë gjatë kësaj jave janë si fillim punë,
dhe tjetra është marrëdhëniet tona më të afërta, që janë familja dhe partneritetet. Në qoftë se ne i mbarojmë përgjegjësitë që kemi në lidhje me këto tema, të gjitha gjërat e tjera mund t'i bëjmë, sepse kemi një arritje vërtet shumë të madhe në qoftë se i përdorim siç duhet ose me temi. Jemi të qetë në këto pikpamje që sapo thash. Shëndeti është i prekur, por është më pak i prekur se shenjat e tjera, edhe pse kemi të ndikime tek komplet pjesa e frymarrjes dhe pjesa e fytyt me të themi dhe tek mushkrit, e keni disi më të thjeshtë që ti anashkaloni problemet edhe në qoftë se dalin. Gjithsesi, ti jemi të vëmendshëm në lidhje me këtë temë, do t'ju këshilloja, pika që mund të bëhet pak e lodhshme, të themi të vërtetën, janë zhgënjime që mund të keni nga njerëzit në si të kolektivi juaj, po ashtu dhe me personat të cilët kaloni pak më tepër kohën. Këtu sepse mund të përballen me disa lloj armiqësish ose zhgënjime nga këta individ, nëse jemi të vëmendshëm dhe nuk ja vëmë shumë veshin, pra, sepse nuk është se kemi zgjidhje tjetër, por prandaj po e them, detyrimisht mund të fokusohemi pra tek gjërat të cilat janë më të shëndetshme ose më të gjërat të cilat në këto momente po funksionojnë më të them ose që kanë vlerë. Dhe shenja e ujorit. Shenja e ujorit në këto momente ka disa vendosje të cilat krijojnë një farë sigurie tek ju. Aty ku ju deri në këto momente, kur them deri në këto momente, bëhet fjalë që nga fundi i vitit 2024 edhe deri tani mund të keni pasur një farë pasigurie në lidhje me veten tuaj, në lidhje me marrëdhëniet tuaja personale, në lidhje me familjen, karrierën e tjerë. Gjatë kësaj jave fillojmë që të hedhim disa hapa shumë të sigurt, sepse dim se ku është guri i radhës, pra. Kjo është edhe arsye që keni një moral vërtet shumë të lartë gjatë javës në vazhdim. Pavarësisht gjithë këndave të vështira dhe vështirësive që përmenda në fillim të lidhjes, dhe të cilat mund të dalin përpara. Jeni personë të cilat jeni shumë kreativ, më të themi, një të gjeni zgjidhjen e çdo lloj problemi, sepse në këto momente jeni shumë efikas. Keni një krijimtari vërtet shumë të lartë dhe po ashtu keni një farë optimizmi karshi jetës. Mund të vëmë një shërim të zemrës gjatë kësaj javës, nëse ju shtyr shumë në të shkuarën, pra keni pasur lidhje shumë problematike, toksike gjatë kësaj jave, gjejmë mënyra se si t'i falim edhe personën përballë, po ashtu dhe veten tonë. Kjo nuk do të thonë thjesht që ata persona vinë dhe na kërkojnë të falur, ne gjejmë mënyra për që t'i kalojmë problemet që kemi pasur nga lidhjet e të shkuarës. Dhe fal kësaj kemi dhe aftësinë që të krijojmë lidhje vërtet shumë herë më të shëndetshme tashmë. Jemi shumë intensiv në përqasjen të çdo gjëje dhe kjo mund të lodh pak personat që kemi rreth rrotull, por në qoftë se fokusohemi tek rritja jonë personale, atëherë detyrimisht do ta kemi shumë më të thjeshtë që të vazhdojmë në objektivat që kemi vënë vetes. Ditët të cilat për ju janë vërtet të lodhshme janë dita e mërkurë dhe ente, që janë ditët më të vështira të kësaj jave, por për ju janë vërtet të vështira sepse mund të keni probleme edhe në shëndetin fizik, po ashtu mund të kemi probleme edhe në ambientin që na rrethon, gjë që mund të krijojë një farë trysnie në sistemin tonë nervor. Për ju, sistemi nervor është pjesa e cila është më e ndjeshme, dhe kjo mund të shprehet në lodhje fizike ose mund të keni dhimbje tek gjëndra të ndryshme tek trupi juaj. Prandaj dhe do t'ju këshilloj që t'jeni shumë të kujdesshëm. Një nga gjërat që do t'ju këshilloj me ngom që ta bëni është të hidratoheni ashtu siç duhet dhe të merrni elektrolite. Pra, minerale që nevojiten për trupin, gjatë kësaj jave do t'ju këshilloj që t'jeni shumë të kujdesshëm që t'i merrni. Ndërkohë që për sa i përket të ardhurave materiale, doja ta lija pak më në fund, duke filluar që nga dita e premte e tutje, futen në një fazë shumë pozitive në lidhje me këtë aspekt. Tashmë keni mësuar vetë se cilat janë vlerat e shëndetshme, ku duhet të investoni dhe ku duhet të qëndroni mbrapa, ndërkohë që duke filluar nga dita e premte e tutje, tashmë kemi edhe një ndihmë ose marrim edhe një krah shumë të mirë edhe nga sistemi, që do thotë keni një fat vërtet shumë të madh për të marrë të ardhurë materiale të mira. Detyrimisht si rridhoj punë që keni bërë deri në këto momente, mund të kemi kthimin e borxheve, mund të kemi bashkëpunime të mira, dhe si rridhoj të ardhurë materiale të mira, po ashtu mund të kemi edhe rritje në detyrë në karrierë. Shenja e peshëve. Për shenjën e peshëve, java në vazhdim fillon me, mund të them, disa probleme të vogla tek vendi i punës, me prorët tanë.
ose në qoftë se ju jeni vetë persona të cilët jeni një figurë autoriteti në vendin tuaj të punës, atëherë mund të keni probleme me punojësit tuaj. Kjo nuk do të thënë se është diçka e pazgjidhshme, është e zgjidhshme, por është thjesht se mund të bëhet shumë e lodhshme, sidomos ditë e hanë në lidhje me këtë çështje mund të bëhet goxha e lodhshme. Fal kësaj veç kuptojmë se ku janë dobësitë e sistemit që ne kemi në vendin tonë të punës. Qoftë ne ku e kemi tepruar me punën që kemi bërë, ose çfarë kemi lënë mangut, dhe fal kësaj kemi dhe aftësinë që pas kësaj të krijojmë një sistem të ri, i cili shumë më tepër efikas dhe mbi të gjitha fitojmë shumë më tepër. Në këtë moment fokusi kryesor i shenjës së peshqve është që të fitojë të ardhurat materiale. Është gjë pozitive, është gjë e cila detyrimisht është e shëndetshme. Sepse nuk është se po mundohet që ti marr bukën e gojës dikujt tjetër, është thjesht po mundohet që të marr vlerën e punës që ka bërë deri tani. Prandaj dhe kemi edhe aftësi vërtet shumë të mëdha në këto momente që të ndërtojmë diçka të shëndetshme, të fokusohemi tek gjërat të cilat ne po na shërbejnë. Dita e hënë, siç e përmendëm, mund të bëhet pak problematike për këtë arsye se mund të dalë në skem probleme, por fal kësaj kemi dhe aftësinë që kur të zgjidhim këto probleme, të bijem edhe në sy nga përëtan, por po ashtu edhe nëse, siç e thash, ju jeni persona autoriteti ose pronar të punës tuaj, detyrimisht krijoni një sistem i cili është shumë më tepër efikas dhe shumë më shpejt, le ta themi në këtë mënyrë. Kemi një mënyrë komunikimi vërtet shumë pozitive dhe marrëdhëniet që kemi vëllezër me motrat tanë na mbështesin shumë në këto momente. Jemi shumë më tepër optimist në përqasjen që kemi ndaj jetës në përgjithësi dhe na jepen shumë më tepër mundësi edhe nga sistemi që ne të shprehim talentet tona dhe si rrjedhoj fal këtyre të marrim edhe të ardhur materiale të mira, ose të paktën të vlerësohemi ashtu siç duhet. Në këtë moment shenja e peshqve po krijon një lloj identiteti i cili është shumë më i shëndetshëm nga çfarë ka pasur deri në këtë moment. Kishim një hënë të plotë tek shenja e peshorës në datën 2 dhe ajo theu shumë dinamika të cilat ishin toksike, që i kishit ju brenda vetes. Prandaj dhe gjatë gjithë muajit prill do të fillon që të shikoni rezultatet e atyre thyreve, se do të krijoni një identitet të ri shumë më të shëndetshëm, sepse nuk jeni më aq pragmatik ose nuk jeni më aq pesimist në përqasjen ndaj jetës, jeni më tepër efikas tashmë, doni apo s'doni ju. Prandaj dhe jeta ju sjell përpara vazhdimisht sfida të cilat në momentin që i zgjidhni ju ngren më tepër moralin dhe ju ngren dhe juve në detyrë, pra çfarë lloj pune profesioni që keni. Në lidhje me çështje sentimentale, duke qenë se në këtë moment Jupiteri, që është planet pozitiv, është i vendosur tek shtëpia juaj e fatit dhe çështjeve sentimentale, detyrimisht të gjitha lidhjet sentimentale në këtë momente janë pozitive, qofshin këto afatgjata, qofshin këto fillime të reja. Madje është një periudhë vërtet shumë e rëndësishme për të krijuar familje, për të pasur lidhje të cilat janë të shëndetshme dhe mbi të gjitha nuk janë toksike apo karmike. Prandaj do t'ju këshilloj vërtet që këtë periudhë ta përdorni. Vazhdojmë që të jemi në këtë fazë pak më tepër që edhe Venusi do të ketë një kënd pozitiv me Jupiterin duke filluar nga dita e premte e tutje, sidomos dita e premte do ta ndjejmë shumë më tepër këtë. Jemi shumë romantik pra në përqasjen ndaj jetës dhe ndaj komplet personave që kemi rrethotur, prandaj do t'ju këshilloj vërtet që ta përdorni. Shëndeti prekemi të gjithë, edhe ju prekeni, pak më tepër se sistemi imunitar është i prekur në këto momente. E do të këshilloj që të jeni të kujdesshëm, detyrimisht, nuk mund të them diçka ekstra, domethënë, pika që ndoshta do të jeni pak më të kujdesshëm është te pjesa e këmbëve, ju e keni disi më problematike këtë pjesën e këmbëve, prandaj mund të jenë më të hapur ndaj infeksioneve dhe duke qenë se kemi të prekur edhe helmime, ose mund të kemi helmime, domethënë, për shenjat e tjera ndoshta nuk mund të ndihet, por për ju mund të vihet më tepër, prandaj do të këshilloj që të jeni të kujdesshëm për çfarë konsumoni. Emri i kanalit YouTube-it është Astrologe Denisa Shyli, është një njëjti emër tek të gjitha platformat e mia, nuk ka asnjë ndryshim, e bëra në këtë mënyrë që të jetë thjesht për të gjetur. Nëse dëshironi, mund të bëni follow, pra mund ta ndiqni atë si kanal, të abonoheni dhe nëse edhe dëshironi mund të merrni edhe mesazhet në momentin që unë nxjerr videot e mia të reja. Faleminderit të gjithëve që morët pjesë dhe shihemi përsëri në lidhjen e radhës që do të jetë ditën e hënë. Kafshim.